Ja them duket isha I ri atëre, shkollën teknike bujqësore të Kavajës unë. Në moshën 15 vjeç, shkolla amerikane në Golem, 3 vjet konvikt. Edhe më kujtohet si nuk u takom asnjëherë me rrethet e tjerëve të shokëve, se këtu mëna përmene me takune me shokët tonë. Po që I bashkon juve, bashkë këta, është merit e juve, gazetarëve të juve. Kjo është gjë e mirë, janë kujtimet të paharrueshme. Ç'a bën mend nga kjo Vetëm shkollë? brez mos brezi. Nga kjo shkollë, ç'a bën mend nga shkolla e Golemit? Nga shkolla e Golemit, ç'a bën mend? Në shkollën e Golemit, maj këtu, për njerëzit këtu marrë përmena, Kur bere profesorët I maj men, profesorët atëhere, I thonë viti 47, universitet s'kishte atëhere. Gjithë profesorët ishin nga jashtë shtetit, ishin studiuar në Itali, në Francë, ishin njerëz të shkëlqyshëm. Profesorët Sarona si herët atje. Këtu kena qenë mbi 10 veta nga Durrësi. E kryem shkollën komplet, dolëm teknik bujqësor. Ata që vazhduan brapa, u bën agronom e tjerë. I mban mend? Po, neve një gabim u bë atëre, një gabim u bë nga Ministria e Bujqësisë, që në moshën që ne ishëm që marrëm shkollën, na çuan ushtarë. 3 vjet ushtri, Humbje ishte. e shtyqet pakën të fitonin. Të fitonin eksperiencë për ata që mësuan. Kështu që kur takoheshim rrallë tek e tuk me njerëzit janë kujtime të mëdha, prandaj them që ju keni një merit të veçantë si gazetar, që I mbledhni këta dhe janë kujtime të mira shumë. Ke foto që të shkollës kur ke bërë? Fotografi të shkollës. Shkollës? Po, kam. Në I ditë I kam këtu. mund të ulemi edhe t'i kujtëm. Edhe të ndëgjuar këtu. Kamil Hoxha, për shembull, nëse e ke ndëgjuar një herë. Po. Kamil Hoxha, kemi qenë nxënës shkolle. Mustafa Kacani. Po. Naon Marga. Kemi qenë shumë, një 10, Kefsere Bushi. Kefsere Bushi që manë. Ato janë kujtime që unë po të rështëron, s'ka lidhje me detarat, faleminderit shumë. Tjetër, edhe ty shëndet që kujton shkollën teknike të Kavajës të Golemit. Shkolla teknike bujqësore e Kavajës. E Golemit. Shkollë me emër. Ishte shkollë me emër. Kajo Karafili. Shkolla bujqësore, Kajo Karafili e ka pas në atë kohë. Ishte trashëgimi e shkollës bujqësore amerikane. Ishte vijimi i shkollës bujqësore amerikane ajo. Si? Trashëgimia amerikane. Mas shkollës amerikane erdhi kjo shkolla juaj pasaj. Mas shkollës? Amerikane. Mas shkollës, bona moshën 18 vjeç, mërova shkollën, po e mërova në fermën e Sukthit, gati 6 muaj, një vit, I ka ushtarë, edhe u shkaputën fare. Që ishte gabim që shteti financoje, këtë diunë dhe gjithë shka. Do t'ju shfryzonte për atë që financoj. Me gjithë dhe, pa të them një gjë vetëm që ta keshët. Neve fituam shkollë, ishëm të ri, 15 vjeç, 16 vjeç, 3 vjet konvikt, ushqime dhe gjitha, fjetje, gjitha konviktën. Po, kjo ishte gabimi me I madh, të atëshëm që nuk e thash dhe njëherë, nuk na lejuan të punonim. Që t'i vinit në zbatim ato, që mësot. T'i vinin sa fillun tonë. Erdi u bërë 18 vjeç I kushtar. Prej dhe burë, pa qkoj 22 vjeç ushtar po deshe.
Hajde ma ba.